Prezenca OSBE-s dhe Prokuroria e Përgjithshme zhvilluan një tryezë teknike për forcimin e rolit të prokurorëve në luftën kundër krimeve zgjedhore. Në të ishin të pranishëm prokuror, oficer të policisë gjyqësore, Policia e Shtetit dhe organizata të njohura të shoqërisë civile. Ambasadori Michael Tarran mbajti fjalën hyrëse, ndërsa mbajtën fjalën e tyre dhe prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Sokol Bishga dhe komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Në fjalën e tij, prokurori Çela tha se kjo tryezë është një hap tjetër i bashkëpunimit të gjatë e cilësor. Ai tha se Prokuroria e Përgjithshme, Policia e Shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bashkëpunojnë për parandalimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore. Sipas tij, pika kulmore ishte dhe protokolli i koordinimit që u arrit mes Prokurorisë së Përgjithshme, KQZ-s dhe Prokurorisë së Posaçme, që mundëson që raportimet për shkeljet gjatë procesit zgjedhor të filtrohen cilësisht për të patur një reagim në kohën e duhur. Ka nevojë për një qasje proaktive, jo për një qasje pasive. Çka duhet shoqërohet me hetime të shpejta, hetime intensive, hetime gjithëpërfshirëse dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera ligjzbatuese. Pa këto, sado të bëhen përgatitje të organizohen takime, nëse mungon kjo qasje nga ana e prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, rezultatet nuk do të ishin ato të pritshme. Ndaj, ka nevojë që secili nga ju, për gjatë gjithë kësaj periudhe, të ketë të shfaqë gjithë disponibilitetin, gatishmërinë për të bërë një vlerësim serioz të çdo lloji informacioni që lidhet me krimet zgjedhore dhe për të pasur një reagim të shpejtë si në nisjen e hetimeve, kryerjen e veprimeve hetimore dhe bashkëpunimin me agjencitë e tjera ligjzbatuese. Fjalën në takime mbajti dhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Sokol Bishga. Ai tha se marrëveshja për bashkëpunim lidhur me krimet zgjedhore do të jetë deri më 25 maj. Bishga theksoi se në zgjedhjet e vitit 2023 nuk ka patur asnjë incident me të përfshirë punonjës të Policisë së Shtetit dhe me të njëjtin hap do të vijojë edhe me zgjedhjet e 11 majit. Ne nuk do të hezitojmë për të proceduar gjithkund, që shkel ligjin, por dhe aktorët politik të jenë më të kujdesshëm lidhur me mbështetësit e tyre në terren. Policia natyrisht ka kaluar në procese trajnimi, qoftë nga OSBE-ja, qoftë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qoftë edhe nga Prokuroria e Përgjithshme, janë certifikuar. Këto janë procese që janë të përmirësuara nga viti në vit dhe niveli i trajnimit të punonjësve të policisë natyrisht është shumë herë më i mirë se në vitet e kaluara. Dhe organizimi i policisë për zgjedhjet mendojmë që është më cilësisht më i mirë se sa vitet e kaluara. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi tha se ky bashkëpunim do të jetë me dobi dhe ditët dhe javët në vijim do të shikohet angazhimi i vërtetë dhe i përgjegjshëm i 3 institucioneve. Ai bëri gjithashtu një thirrje drejtuar partive politike dhe organizatave civile që adresojnë të gjitha shqetësimet dhe problematikat që shikojnë në lidhje me procesin zgjedhor. Është me rëndësi që t'i adresoj në mënyrë të përshtatshme retorikat publike dhe qasjet vetëm mediatike të këtyre shqetësimeve. Unë mendoj që jo vetëm nuk e ndihmojnë procesit, por kanë edhe efekt të kundërt. Nëse është rasti për të denoncuar një krim zgjedhor, do duhet ta bëjmë ashtu sikurse do duhet të bëhet sipas parashikimeve të kodit procedurës penale dhe të legjislacionit penal në tërësi.